Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, në këto momente ju ftojmë që të lusim së bashku mbrëmsoren e parë së dielës së larit, java madhe e kohës së kreshmeve. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. himni. Po na prin flamujt e mbretit, shkëlqen misteri i kryqit, ku vetë krijuesi i trupit është varur me trup në atë kryq. Ku mbi të i plagosur me maj mizore të heshtës, për të na falur mëkatet tona, derdhi një rreke gjaku. Dru e hishme dhe shkëlqyer, me purpur mbreti stolisur, nga trung fisnik zgjedhur, sa gjymtyr shenjtë e prekin. E lume në krah të rejvarur vlera e gjithë botës, që u bë balancë e trupit, e i hoqi plaçkën ferrit. Altar fli po ju falem, për lavdin e mundimeve, se jeta mundi vdekjen e me vdekje ktheu prap jetën. Të falem kryq shpresë vetme në këtë kohë të mundimeve, shtoju hirin të drejtve, fajtorve falu krimet. Ty gur shpëtimi o Trini, çdo shpirt të lavdëroft, ata që me kryq shpëtove, ruaji për herë për vete. Amen. Antifona e parë. Shumë kohë isha me ju, mësoja në tempull e nuk më kapët, tani më torturoni dhe më çoni në kryq. Psalmi 113 rreshtat 1-9. Lavdërojni emrin e Zotit. Lavdërojni shërbëtorët e Zotit, lavdërojni emrin e Zotit. Qoftë bekuar emri i Zotit që shtash e deri në amshim. Që kur lind dielli e derisa perëndon, qoftë bekuar emri i Zotit. I madhërueshëm është Zoti mbi të gjithë popujt, lavdia e tij i tekalon qiejt. Kush është si Zoti hyj in, që fronin e ka në lartësi, e nga lart vrojton qiellin e tokën. Nga pluhuri e ngres kamnorin, nga llomi e lartëson të vobektin, për ta vënë të ri me princat e popullit të vet. Ai bën të banoj beronja në shtëpi të vet, nën fëmijësh të gëzueshme. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Shumë kohë isha me ju, mësoja në tempull e nuk më kapët, tani më torturoni dhe më çoni në kryq. Antifona 2. Zoti hyj është ndihma ime, nuk do të skuqem para armiqve të mi. Psalmi 116 rreshtat 10-19. Falënderim në tempull. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, jam i pafat për së tepërmi. Në hutimin tim kam thënë, Renacak është çdo njeri. Si do t'ja shpërblej Zotit për të gjitha të mirat që mi ka dhënë, do të ngre gotën e shëlbimit, e me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në praninë e mbar popullit të tij. E çmueshme është para Zotit vdekja e shenjtërve të tij. O Zot, unë jam shërbëtori yt dhe biri i shërbëtores sate, ti i këpute hekurat e mi. Ty do të ta kushtoj flinë e lavdit, me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në praninë e mbar popullit të tij, në oborret e shtëpisë së Zotit, midis teje o Jeruzalem. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Zoti hyj është ndihma ime, nuk do të skuqem para armiqve të mi. Antifona 3. Jezusi Zot u poshtrua duke bërë i dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Kënga Filipianëve kapitulli 2 rreshtat 6-11. Krishti shërbëtor i hyjit. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hyj, Barazinë e vet me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të, por ja mohoi vetvetes. E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bë ngjashëm me njerëz, Dhe për kapamja jashtme, duke i vetëm njeri.
e përuli vetveten duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq. Prandaj edhe hyi i lartësoi tezve, Dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmojë. Jezu Krishti është Zot në nder të hyjit atë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Jezusi Zot u poshtrua duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Leximi i shkurtër marrë nga letra e parë e Shën Pjetrit Apostoll, kapitulli parë, rreshta 18 deri 21. Ta dini mirë, nuk keni qenë shpërblyer nga mënyra e zbrazët e jetës tuaj të trashëguar nga etrit me ndonjë sën të shkatrueshëm, argjend apo ar, por me gjak të paqmueshëm të Krishtit, qengjë të patmet e të panjoll. Ai një mend ishte i caktuar që para krijimit të rruzullit, por u dëftua në këto kohët e fundit për arsye tuaj. Në sajet të tij ju besoni në hyjin që ngjallin nga të vdekurit dhe i dha lavdi, kështu që feja juaj dhe shpresa të jenë në hyjin. Përgjigja e shkurtër. Ne të adhurojmë e të bekojmë o Krisht. Ne të adhurojmë e të bekojmë o Krisht. Me kryqin tënd shërbove botën. E të bekojmë o Krisht. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Ne të adhurojmë e të bekojmë o Krisht. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Të falemi o mbreti ynë biri Davidit, shëlbuesi i botës i paralajmëruar prej profetëve. Kënga Virgjër së lume, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej brohorit hyjit, shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqem mbi shërbëtorën e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni me brezni, për ata që e druajnë. e tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, I rrëzoi princat prej froneve të tyre. e i lartësoi të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. e të pasturit i nisi duar thatë, I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Të falemi o mbreti ynë, biri i Davidit, shëlbuesi i botës i paralajmëruar prej profetëve. Lutjet e besimtarve. Krishti para se të vuante, duke parë Jerusalemin, qau mbi të sepse nuk e njohu kohën kur do të vizitohej. Ati t'i përkulemi, të pendohemi për mëkatet tona dhe t'i lutemi. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Sikur kloçka kur i bashkon zogjtë e vet nën krah, ashtu edhe ti deshe që t'i bashkosh bijtë e Jerusalemit. Mësoj të gjithë njerëzit që ta njohin kohën e ardhjes sate. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Mos i braktis besimtarët e tu, të cilët e lanë rrugën tënde. Na rikthe hyji ynë dhe ne do të kthehemi te ti. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Me mundimet e tua, ja dhe botës mëshirën. Bëj që gjithmonë të jetojmë prej shpirtit tënd, të cilin e derdhe mbi ne me pagëzim. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Me vuajtjet e tua bëj që besimtarët e tu të agjërojnë që më të përgatitur të shkojnë në takim të ringjalljes sate. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Ti mbretëron në lavdinë e Atit, le të bjerë në mend për të gjithë ata që vdiqën sot. Ki mëshirë o Zot për popullin tënd. Ati ynë që je në qiell, u shenjtrov.
emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullneti sa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Hy i gjithë pushtetshëm dhe jamshuar, ti që për t'i dhënë njerëzimit shembullin e përvojtrisë, deshe që shërbuesi ynë të mishrohej dhe të vdiste në kryq, bëjnë mirësi që t'i përngjajmë atij në durim e të marrim pjesë në të ngjallurit e tij, nëpër Krishtin, Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.